Lam të mirë, diabet, 3 ushqimet që duhet të hani çdo ditë për të ulur sheqerin në gjak. Dieta në fjalë është dieta me pak karbohidrate. Studimet e fundit kanë gjetur se kjo qasje për kontrollin e glukozës në gjak është shumë e suksesshme. Në vend të ilaçeve njerëzit do të duhet të menaxhojnë edhe ushqyerjen e tyre, në përpjekje për të përmirësuar shëndetin dhe për të mos ndikuar në luhatit e forta të sheqerit në gjak. Sidoqoftë, kjo qasje nuk është e përshtatshme për të gjithë dhe duhet të bëhet gjithmonë me mbështetjen e mjekut specialist. Në këtë video do ju njohim më tepër me rolin e karbohidrateve dhe disa këshilla se si të ushqeheni nëse keni diabet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Por ju bëjmë dije se në çdo rast duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të përzgjedhur dietën e duhur e cila duhet jetë individuale dhe në varësi të gjendjes që mund të keni. Po si ndikojnë karbohidratet tek niveli i lartë i sheqerit në gjak? Karbohidratet janë ushqime si për shembull buka, orizi ose patate, të cilat janë të pasura me fibra, me sheqerna dhe me nisë shte. Këto ushqime janë të shkëlqyera për të siguruar më shumë energji, por energjia që vjen nga karbohidratet kthehet në glukozë. Kur keni diabet, trupi juaj nuk ka nevojë për më tepër glukozë. Dieta nuk i përshpejton edhe plotësisht karbohidratet, por zvogëlon gjithashtu edhe sasinë e marrjes së tyre. Gjithashtu, fokusi është marrja e karbohidrateve komplekse, sepse absorbohen më ngadalë nga sistemi tretës dhe nuk e rrisin glukozën aq shpejt. Disa studime kanë shpjeguar se shkëmbimi i karbohidrateve me një kombinim të yndyrshëm të mirë dhe me perime me gjethe jeshile mund të jetë e dobishme për çështjen tuaj. Yndyrnat e mira kanë ndikime minimale në nivelin e glukozës, do ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe do të mbështesin funksionet më të mira të trupit tuaj. Ndër perimet me gjethe jeshile më pak karbohidrate kanë vlera të larta ushqyese. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se yndyrnat janë gjithashtu të larta në kalori, kështu që duhet të kontrolloni edhe sasinë e ushqyesve, të cilët shtoni vazhdimisht në dietën tuaj për të evituar luhatjet e sheqerit në gjak. Është e rëndësishme të kontrolloni ushqyerjen tuaj, si një mundësi e shtuar për të përmirësuar nivelin e sheqerit në gjak dhe për të evituar gjithashtu rastet emergjente. Për shumë njerëz me diabet, të ngrënit jashtë mund të jetë diçka jo e lehtë, megjithatë kjo nuk do të thotë se ju nuk mund të shijoni vaktet në restorante të ndryshme me familjen ose miqt. Jeni të qartë në lidhje me përzgjedhjen tuaj të ushqimeve dhe mos keni frikë të flisni edhe me stafin e restorantit për përshtatjen e pjatës suaj. Gjithmonë përzgjidhni produktet e duhura ushqyese, të cilat do ju vinë në ndihmë në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak dhe përmirësimin e komplikacioneve të tyre. Të gjesh kombinime të duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë shumë e vështirë. Prandaj, çdo frut ose perim që konsumohet duhet të jetë i duhuri. Në këtë video do të listojmë disa ushqime, të cilat sipas ekspertëve të Healthline mund të ndihmojnë në situatën tuaj dhe në menaxhimin kundër luhatjeve të sheqerit të tipit 2. Në dietën tuaj mund të shtoni perimet e freskëta. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpjeta, sallata janë plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se ato treten fare lehtë, ju mund të përshpejtoni edhe organizmin tuaj dhe nuk do të rrisni gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë shumë të pasura me vitaminën C, një vitaminë e cila luan një rol të rëndësishëm në lehtësimin e komplikacioneve dhe luhatjen e sheqerit në gjak. Është e rëndësishme gjithashtu edhe kundër këtyre problemeve të sheqerit. Peshku është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat të cilët vuajnë nga diabeti tipi 2. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Në dietën tuaj mund të përfshini salmonin, sardelet, açuget, të cilat janë burimet më të mira të omegës 3 dhe acideve DHA dhe EPA, të cilat do të mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet i konsumojnë ato
edhe të predispozohen të konsultohen me mjekun e tyre për të evituar gjithashtu komplikacionet dhe të përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Në dietën e diabetikëve mund të shtoni gjithashtu edhe kanellë. Kanella është e pasur me antioksidant, të cilët mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin e syve. Studime të shumta kanë vendosur se kanella mund të ndihmojë si një aleat i mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Mjafton një gjysmë çaji kanellë në ushqyerjen tuaj dhe do të jetë një aleat shumë i mirë i çështjeve tuaja imune. Në dietën e diabetikëve gjithashtu mund të shtoni vezët. Vezët janë me të vërtet një produkt fantastik që mund të shtohen në dietën e personave që vuajnë nga diabeti. Përveç se të mbajnë të ngopur për më gjatë, nëse konsumohen rregullisht vezët e zjera, ju mund të keni përfitime më të mira kundër luhatjeve të shëndetit të zemrës. Ndaj, produktet e duhura mund të luajnë një rol pozitiv edhe kundër këtyre shqetësimeve, citoi Healthyside. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit ndryshe quhet edhe balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është e parë të jetë në shifra jo të shëndetshme te personat me qarkullim të dobët të gjakut dhe me probleme të diabetit të tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrin e tensionit të gjakut dhe në qarkullimin e tij në zemrën tuaj, duke u kthyer në një aleat të vërtet kundër betejës së luhatjeve të sheqerit në gjak. Arrat. Në përgjithësi, arrat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Çdo lloj arrori përmban gjithashtu edhe sasi të mira të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyra njihen edhe për përmirësimin e shëndetit tuaj. Ndaj duhet t'i konsumoni brenda normës lejuar, kryesisht në formë natyrale që vijnë nga arrat, si një dietë balancuese kundër luhatjeve të sheqerit. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe çajin. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj me bazë natyrale ditore, si çaji i zi ose çaji i jeshil, përsa kohë që është rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Në dietën e diabetikëve mund të shtoni gjithashtu edhe patatet e ëmbla. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin e diabetikut, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime të mira për shëndetin. Zvendësoni gjithashtu edhe pataten natyrale me atë të ëmbël. Kështu do të zvogëloni rezistencën e insulinës, do të ulni nivelin e kolesterolit dhe do të parandaloni edhe rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës mund të konsumoni patate në ëmbël. Vaji i ullirit, siç e përmendëm edhe më herët, është një alternativë e çmuar për personat të cilët do vuajnë nga luhatja e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira në luftën kundër diabetit. Në mesdhe, vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në elementët ushqyes dhe kontribon në një jetë të shëndetshme dhe të gjatë. Tërshëra është një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet në dietën e diabetikëve. Tërshëra ndihmon edhe trupin të ngadalësojë edhe karbohidratet në shndrimin e tyre në sheqerna. Ajo është e ngarkuar gjithashtu edhe me fibra, element shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se është një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit në ëmbëlsira. Studimet sugjerojnë se ajo mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe të lehtësojë gjithashtu edhe rritjet e sheqerit në gjak. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe shparaguit. Shparaguit mund të zvogëlojnë riskun e shumë sëmundjeve, përfshirë këtu edhe diabetin e tipit 2 dhe është sugjeruar se mund të shtohen patjetër në dietën tuaj të përgjithshme si një element ushqyes mjaft i rëndësishëm kundër këtyre problemeve. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe spinaqin. Spinaci është i rëndësishëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një mundësi e mirë për të mbajtur nën kontroll këto luhatje dhe për të përmirësuar më mirë gjendjen tuaj shëndetësore. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.